Përshëndetje, si që shikoni, sot jemi në fshat e do të përgatisim byrek me mish të grirë. Brumin e kemi gati, e kemi lënë të pushoj dhe do të ndajmë në disa pjesë, duke bërë në këtë mënyrë dhe kuleçët që do të na duhen. Ne do të përgatisim disa kuleç dhe do të bëjmë 5 byrek gjithsej, për sa persona jemi në familje. Çdo 5 byreku do ta bëjmë me 3 kuleç, do t'i hapim me pak miell apo nisë shtesë si të dëshironi, do t'i lyejmë në mes me vaj. E do t'i bëjmë një petë të madhe në formë drejt këndore në fund. Më tej, ne kemi përgatitur edhe mishin e grirë të bërë në formën e kimas me pak qep, edhe erëzat që na pëlqejnë më shumë dhe kemi lënë që të ftohet. Petën e hapim në formë drejt këndore, lyejmë pak me vaj dhe i hedhim nga mishi i grirë, i cili është ftohur. E palosim në këtë mënyrë në formë drejt këndëshi dhe vendosim në tavën të lyer me vaj. Gjithsej ne jam bërë 5 byrek, ndërkohë zjarrin e kemi gati, do ta lëm kështu mbuluar të piqen byrekët tanë. Dhe si që shikoni më tej, byrekët do t'i lyejmë sipër me pak gjalp, pasi jep shumë shije dhe do t'i lëm të ftohen pak. Për çdo person nga një, kështu si që thash në fillim, dhe ka dalë një byrek i mrekullueshëm me një aromë fantastike. Po ju, a ju pëlqen byreku me mish të grirë? Lini komentin tuaj më poshtë dhe faleminderit që na ndiqni.